Pejën gjatë një dite Ramazani e karakterizojnë aktivitetet të shumta. Xhamit gjatë kohës së namazit duken të mbushura, e me njerëz të cilët shfrytëzojnë muajin e bekuar për pranimin e lutjeve. Inshallah Allah i na shpërblen tonëve me agjerim, inshallah na pranon Allahi muaj i beguar, bereqet muaj i bereqetit, dashurisë që 43 vjet agjeroj. Po, alhamdulillah. Inshallah na mëson u pet, inshallah na pranon Allahi agjerimin, shëndetin, lumturi, suksesit tonë gjithë në botës. Atmosfera është e shkëlqyeshme, pra jemi në muajin e madhëshëm të Ramazanit, dhe tani siç dihet besimtarët i përkushtohen më shumë edhe faljes namazeve, siç e patë edhe ju vetë, pra ishte një atmosferë e mirë dhe kishte xhamat mjaftueshëm. Qysh po duket atmosfera e Ramazanit në Pejë? Shumë e mirë. Bashkë Zotë edhe kohë na ka marrë mirë, po kem raste me vizitu xhamit, me krye obligimet tona, inshallah Allah i na pranon. Këtu në xhamie aktivitetet a janë njëjtë sikur para Ramazanit apo në Ramazan ka edhe shtesë aktivitete? Ka edhe shtesë për arsye se sa më shumë jemi duke vrejtur edhe rinia ka ardhur, edhe po mbushet, elhamdulillah po mbushet. Ti personalisht ç'është përpretën këtë Ramazan? Shumë bukur. Gjatë ditës, imamët po ashtu janë të aktivizuar me ligjërata të ndryshme. Aty u shpjegohet për parimet e besimit, e veçanërisht mbi vlerat e Ramazanit. Për aktivitetet dhe organizimin e jetës fetare në Pejë, na tregon më në detaje kryemami Enes Efendi Goga. Sikur çdo Ramazan, por edhe ky Ramazan ka filluar jashtëzakonisht me një atmosferë shumë impozante, mjaft premtuese. Gjithandej atmosfera e Ramazanit vrehet qoftë në për lagjet e qytetit, qoftë në për shtëpitë tona, qoftë për rreth xhamive, qoftë për rreth furrave, qoftë për rreth restoraneve, por gjithandej e ka një atmosferë Ramazani ku njerëzit e përjetojnë dhe kënaqen me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Kryeimami tregon se pjesë e rëndësishme e aktiviteteve gjatë këtij muaji është edhe mukabelja. Në qytet kemi 8 xhami ku lexohet mukabelja, lexohet gjuzi i Kur'anit. Kryesisht orari është para namazit të kohës së drekës, por kemi edhe xhami që e kanë edhe para namazit të ikindis, sikur që kemi edhe 3 xhami ku menjëherë posa të përfundon koha e syfyrit, fillon leximi i gjuzit deri në kohën e namazit të sabahut. Qytetarët kanë mundësinë që në periudha të ndryshme kohore gjatë ditës, në disa xhami të Pejës, të ndjekin leximin e Kur'anit, hatmen. Ky lexim i përbashkët në shumë prej xhamive bëhet edhe në shoqërinë e mysafirëve zëmbël, që janë të adresuar enkas për këtë adhurim. Në fund, imami i xhamis bën komentim telegrafik të asaj që u këndua, kështu duke u rifreskuar me energji për pjesën tjetër të ditës. Po kthehuni edhe lexoni surën An-Nisa edhe do të shihni sakt se çfarë rregulli, çfarë mbrojtje, çfarë drejtësie në trashëgimi, po edhe në shkurorëzim, edhe në ndamje i ka dhënë i madh Zot xhaleshanu xhenis femnore. Më pas, dita vazhdon me aktivitete të mësim besimit. Aty fëmijët vinë për të mësuar mbi besimin, Kur'anin, historinë, hadithin e shumë të tjera. Fëmijët këtë e bëjnë me shumë përkushtim. Kohën e mësim besimit e presin me padurim. Fëmijët me shumë entuziazëm interpretojnë mësimet që kanë mësuar gjatë këtyre mësimeve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Imami i kësaj xhamie tregon se puna që e bën me fëmijët është shumë e këndshme. Në muajin Ramazan, gjithsesi para namazit taravis, është bën një traditë tek ne që të zhvillohet një mësim besim. Unë zakonisht dal diku gjysora apo më tepër më herët dhe zhvilloj një mësim besim, gjërat elementare, disa mësimet bazike për fe dhe ndihem i lumtur ku pas një kohë, ku më thonë hoxhën kom fillu të ti ndoshta unë i harroj edhe
edhe nuk i mbaj mend gjithë, mirë po është knatësi me të vërtetë.